Rikëthem në studio dhe tani pa unë burkohë në linë të drejt për drejt kemi kolegun ton Zimer Jasharin, një cili do të najsjell një bised me Artan Grupin. Zimer? Përshëndetje Vildan edhe një herë, si që thash edhe më herët, situata është e qetë, gjithçka Shkupit është kthyer normalitetit, dërsa ka shumë forca të policisë që po e ruajnë parlamentin rast se ka ndonjë protest eventualisht, por edhe pse nuk kemi ndonjë informacion se do ketë përpos shatorët që janë vendosur njëherë për momentin para kuvendit, e për të na biseduar më gjërësisht se çfarë ndodhi mbrëm në kuvend, kemi këtu pranë me deputetin e Bashkimit Demokratik për Integrim, Artan Grupi. Zotri Grupi, mirëmëngjes, se na trego prak çfarë ndodhi mbrëm në parlament. Mirëmëngjes dhe përshëndetje për gjithë shikuesit tuaj. Siç shohin dhe qytetarët, ne bashkëzindemi tash para godinës së Kuvendit Republikës Maqedonisë, ku gjithçka është qetë, dhe është mirë që qytetarët ta marrin këtë perceptim të drejt për drejt nga vendi i ngjarjes. Kurse mbrëm, shumica e re parlamentare vendosi që të ndërpret bllokimin e institucioneve dhe realizimin e vullnetit të qytetarëve të cilët votuan me 11 dhjetor dhe u përfaqësuan nga 67 deputet si përfaqësues të shumicës re reformuese. Por në fakt duhet ta përmirësoj veten, nuk dolën 67, por dolën vetëm 62 për arsye se 5 nga ajo shumicë parlamentare nuk ju bashkangjitën zgjedhjes së zotit Tala Xhaferi për krye parlamentar. Andaj, ne të koordinuar bashkarisht me LSDM-n, kishim takime gjatë mëngjesit të djeshëm, kishim një përpjekje të ngjashme pardje, e cila nuk arriti me sukses. Ajo përpjekje duhet të bëhet në ora 1:30, pas dite, në një kohë më të përshtatshme, kur nuk ishte protestues në rrugë, por na dështoi, ndërsa dje provuam përsëri dhe në fakt zgjedhja e kryetarit të ri të Kuvendit Republikës Maqedonisë ishte e suksesshme nga ana e shumicës re parlamentare, por për fat të keq, siç pat dhe ju edhe jeni dëshmitar të protestave të dhunshme nga ana e huliganëve, të cilët në fakt depërtuan nëpërmjet të sigurimit në godinën e Kuvendit Republikës Maqedonisë, lënduan dhe sulmuan deputet, sulmuan gazetar, sulmuan staf administrativ i cili ishte i vendosur dhe në fakt demoluan kuvendin nga brenda, duke shkaktuar ndoshta një nga incidentet më të rënda që nga pavarësia e Republikës Maqedonisë, incident i cili cënoi jo vetëm demokracinë, e cënoi edhe vullnetin e çdo qytetari, duke cënuar jetën e deputetëve, jetën e gazetarëve, jetën e administratës, po edhe në fakt situatën e sigurisë në Republikën e Maqedonisë. Zotri Grupi, tash u zgjodh kryetari i ri i parlamentit, çfarë hapa pritet më tej? A jeni koordinu tash me LSDM-n se çfarë do bëni pas zgjedhjes së kryetarit të parlamentit? Dua të mirëpres faktin që zgjedhja e zotit Tala Xhaferi për kryetar të kuvendit u mirëprit nga Brukseli zyrtar, u mirëprit nga Washingtoni zyrtar, dhe kjo është një lajm i mirë, kjo është një përkrahje për shumicën e re parlamentare që ta zhbllokon krizën ngërçim politik dhe të jep jetës institucionale dhe të merr frymë Maqedonia në mënyrë të lirshme, duke u fokusuar në reformat të cilat na presin përpara. Hapat e ardhshëm të parët janë ato që duhet të çetësohen gjakrat midis palëve dhe askush nuk duhet që të jep kontribut në nxitjen e mëtejme të situatës. Në veçanti liderët e partive politike, deputetët duhet bëjnë apele deri tek antarësia e tyre, deri tek simpatizantët e tyre që të përmbahen nga çfarë do të qoftë lloji demonstrimit, protestave dhe të mos bijnë prej provokimeve, në veçanti për komunitetin shqiptar, do kisha apeluar që të përmbahen, të mos bijnë prej provokimeve dhe të ndjekin udhëzimet e përfaqësuesve të tyre legjitim në kuvend dhe në institucione tjera të vendit. Do të thotë hapi i parë është që çetësohet situata, hapi i dytë është që të realizohet vullneti i shumicës re parlamentare nëpërmjet të zgjedhjes së zotit Tala Xhaferi dhe më pastaj edhe nëpërmjet të zgjedhjes së qeverisë së re reformuese. Zotri Grupi, kreu i shtetit Gjorgje Ivanov mbrëm thirri në një tryezë të përbashkët ulën liderët e partive politike. A do të shkojë sot BDI, konkretisht kreu i kësaj partie Ali Ahmeti para Gjorgje Ivanov?
Do thot, me zotin Ahmeti kam biseduar diku rreth 2 orës së mëngjesit. Ai gjatë gjithë kohës ishte në koordinim dhe në bashkëveprim me ministrin e punëve të brendshme zotin Agim Nukiu për të siguruar jetën e deputetëve, gazetarëve dhe të gjithë që ishin të ngujuar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Gjatë komunikimit të mbrëmshëm, ne nuk kemi asnjë ftesë zyrtare nga i jashtëquajturi zoti Ivanov, i cili në fakt është edhe një nga kontribuesit e gjithë kësaj krize e cila ndodhi sot, e cila ndodhi mbrëm dhe gjithë ditëve paraprak. Andaj nuk kam ndonjë përgjigje të saktë ja për momentin, por kam dyshim që mund të ndodhë ndonjë takim i liderëve në gjendje në të cilën jemi sot, për vetë faktin që jo dhe të gjithë liderët janë në mundësi shëndetësore që të marrin pjesë në një takim, po edhe që zoti Ivanov është realisht një nga nxitësit e gjithë kësaj se çfarë po ndodh në Republikën e Maqedonisë. Duhet ta mendojmë këtë çështje, dialogu është i patjetërsueshëm midis palëve, në mënyrë që të gjithë të japim kontributin ton. Duhet të shohim brenda ditës, të konsultohemi me zotin Ahmeti, se si do të veprojmë gjatë ditës sotme. Unë e di që ai qysh tashmë është në zyrën e tij. Kemi takime me përfaqësues ndërkombëtar, kemi takime me strukturën ton partijake për të parë hapat më tej. Zotëri Grupi, faleminderit që ndatë kohë për emisionin ton tash të mëngjesit. Faleminderit dhe juve, dhe ju përgëzoj sepse ishim bashkë dje me ju në korridoret e Kuvendit, ju përgëzoj për guximin dhe për punën profesionale të cilën e keni bërë. Faleminderit. Vildane, ishte deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, zotëri Artan Grupi, i cili na përshkruajti pak gjendjen se çfarë ndodhi mbrëm në korridorët ku ishim pjesë e saj isha dhe unë bashkë me deputetët e BDI-s, Lidhje Social-Demokrate dhe të Aleancës për Shqiptar. Them edhe një herë të përshkruaj, gjendja është e qetë, para Kuvendit janë të hapur çadrat, ndërsa është një numër shumë pak i vogël, mund të them 10 persona po qëndrojnë në shatore dhe po presim, ne do qëndrojmë akoma këtu para Kuvendit. Po, Zimer, faleminderit shumë për këtë lidhje drejt për drejta, në fakt për opinionin e gjerë, gjithsesi ne jemi 24/7 në dispozicion për të informuar sakt dhe drejt, dhe nëse ka nevojë, ne jemi këtu sërish për të lidhur dhe për të parë se si është gjendja. Ndërsa ta në dashur miq, ne ndjekim pak promo dhe kthehemi në studio.